Policia e Durrësit ka finalizuar një tjetër operacion për kapjen e personave të shpallur në kërkim, duke arrestuar dhe proceduar disa shtetës të dyshuar për vepra të ndryshme penale, si kultivimi dhe shitja e lëndëve narkotike, vjedhja, mashtrimi dhe kundërshtimi i punonjësve të policisë. Sipas njoftimit zyrtar të uniformave blu, si rezultat i kontrolleve intensive dhe punës operative në terren, të zhvilluara në kuadër të operacionit të koduar ndjekja, specialistët e seksionit për mbështetjen operacionale të hetimit arritën të lokalizojnë dhe kapin 6 shtetas të shpallur më herët në kërkim nga autoritetet gjyqësore. Mes personave të arrestuar është Abdyl Kaçaça, 35 vjeç, banues në Durrës, i cili ishte dënuar nga gjykata e apelit në vitin 2024 me 5 vjet e 6 muaj burgim për veprën penale prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Nga ky dënim, atij kishte mbetur të vuajë edhe 2 vjet e 9 muaj burgim. Në pranga ka rënë dhe Jorit Muçeku, 27 vjeç, banues në Durrës, i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan me 3 vjet e 4 muaj burgim për veprën penale ndihma për kalim paligjshëm të kufinëve. Po ashtu, u arrestua shtetasi VT, 45 vjeç, për të cilën gjykata e Durrësit ishte zaktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale vjedhja. Gjatë operacionit, policia bëri të ditur se është ndaluar edhe shtetasi me iniciale ES, alias EH, 35 vjeç, banues në Laç, i shpallur në kërkim për veprën penale mashtrimi. Ndërkohë, shtetasi me iniciale BD, 33 vjeç, banues në Kavaj, i dyshuar për veprën penale kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik, është proceduar penalisht në gjendje të lirë pas përfundimit të veprimeve hetimore. Gjithashtu, një tjetër shtetas me iniciale ES, 35 vjeç, banues në Durrës, i shpallur në kërkim nga Drejtoria Vendore e Policisë Korçë për veprën penale mashtrimi, është proceduar penalisht në gjendje të lirë. Policia e Durrësit bën me dije se puna për kapjen e personave të shpallur në kërkim vijon intensivisht, ndërsa materialet procedurale për të gjitha rastet janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës. Policia e Durrësit bën me dije se puna për kapjen e personave të tjerë të shpallur në kërkim vijon intensivisht, ndërsa materialet procedurale për të gjitha rastet janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së Durrësit për veprime të mëtejshme ligjore.